Pasi që në ajetet që ishin para këtyre ajeteve, Allahu subhanahu wa taala tregoi për ashabul yamin, për një grup, një kategori të njerëzve të cilët libri, regjistri i veprave tyre ju zbret në krahun e djathtë dhe përmendi gëzimin, lavdatat, myshdet që i përcjellin këta njerëz dhe në çfarë lumturie dhe harmonie jetojnë në të mirat e xhenetit që Allah i ka përgatitur për ata. Sot kalim në kategorinë e njerëzve të ligë, gjunahçar, mëkatar, jo besimtar, kategori e cila fatkeqësisht përgëzohet me xhehenem. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya." Kurse ati të cilët i zbret libri në krahun e majt, e ati të cilët i zbret libri në krahun e majt, si pasoj e veprave të këqija që i ka bo, sepse kjo regjistër, kjo libër nuk i bën askujt pa drejtësi, përse në këtë libër janë të shënuar me veprat, veprimet që njeriu i ka bo vet, i ka shpreh vet, i ka praktiku vet, dhe janë veprat të cilët dëshmojnë në realitetin e gjendjes së këtij personi. Për me qenë gjendja më e qartë dhe ai mu dallu nga të mirit, do të mu dallu nga të mirit me libër, në gjendje, në sjellje, edhe në grup. Allahu subhanahu wa taala thot dhe atij të cilët i zbret libri në krahun e majt, apo në të majtën e tij. Fejekul, dhe ai do të thot: "Ja lejteni lam uta kitabia." Sikurse të mos më kishte zbritur ky libër. Paramendon një gjë e cila është e pamundshme. Paramendon një gjë e cila s'ka hikje nga ajo, dhe nuk është i gatshëm që të ballafaqohet me karakterin e tij, që të ballafaqohet me veprat e tij, që të ballafaqohet me fjalët e tij, nuk është i gatshëm. Dhe kur libri i zbret në krahun e majt, ai më çka ndahet, kategorizohet, del prej kategorisë neutrale në kategorinë atyre të cilët janë për në xhehenem. Paramendoni çfarë gjendje e vështirë, e hatashme, e trishtueshme për këta njerëz. Del në grupin atinve që shtash du të munis për në xhenem. La ilaha illallah. E thot, sikur të mos më kishte ardhur libri, sepse po të mos i kishte zbrit libri, thon dietarët, ose do të kishte mbet as aty as këto, ose nuk do të kishte llogarit, përse kjo është e pamundshme. Ai kështu e mendon. Ai me vetën, me logjikën e vet e mendon kështu. Sepse nuk është i gatshëm që të ballafaqohet me vetveten. Që të ballafaqohet me sjelljet dhe gjestet e tija që i ka bën, gjunat e tija, kufriatet, shirkiatet që i ka bën, sa sikur të mos më kishte zbrit ky regjistër. Walam adri ma hisabia. E të mos e kisha ditë se çfarë është llogaria ime. Ma mirë të mos e kisha ditë, ma mirë të mos më kishte zbrit libri. As se kisha ditë çfarë sapi kam, as çfarë punë kam bën, as nuk do ta kisha ditë se ku e kam vendin. Se pasi që i zbret libri, ai llogaritet dhe e din se çfarë duhet të bën për ta shpaguar veten. Dhe çfarë dënimi duhet përjeton si pasojë e gjunave dhe të këqijave që ai ka bën. Ja lejtaha kanatil qadhiya. E këtë ma përsëritet edhe një kërkesë e pamundshme. A këto kërkesa vetëm janë ngarkojnë gjendjen këtij xhenemnis. Allahu mos na bof nga këta. Thot ja lejtaha kanatil qadhiya. Thot sikur se vdekja do të kishte qenë përfundimtare. Thot sikur se vdekja, kur e dha shpirtin këtë dunjë, të kishte qenë, do thot, përfundimtare, unë të mos kisha ekzistuar mas asaj vdekjes.
e ndëron dhe e kërkon edhe një gjë të pamundshme. E treta, vetëm ja ngarkon vetës. Vetëm ja vështirëson vetës, kërkon gjërat pamundshme. Mendon që kimi hik që libri mos të vjen në të djathtë apo në të majtë, e ke mashtru veten. Mendon se nuk do t'japsh llogari për veprat e tua, e ke mashtru veten. Mendon se nuk ke morin gjallë për të ballafaqu me të mirat apo të këqijat, përsëri e ke mashtru veten. Edhe në ditën e gjykimit kur e shohin se mos ka çka rrugdole, përsëri ëndrojnë, dëshirojnë, kanë iluzione të pa realta, fatamorgana, të pa realizueshme, që të mos ballafaqohen me gjunat që i kanë bërë. Thot Allahu subhanahu wa taala, ma aghna anni maliya. Do të thonë xhenemlit, ma aghna anni maliya, nuk mësosi punë malli jem. Së mboni dobi pasuria ime. Këto mali është për qëllim, pasuria është për qëllim e vladi. Dhe këto janë malli i njeriut. Gjithë këtë pasuri, gjitha të dunjo, gjitha të e vlad, djem, e vajza, gjitha jo familje, nuk mu banë në dobi, thot. Ku janë ata, s'po mbajnë fajde, s'po vasho khajrin, s'po më dimojnë asgjan. Hele ke anni sultanie. Dhe komente janë këto. Thot, pasuria ime më shkatrojnë më boni helaq. Komenti dytë kanë thonë, sultania është për qëllim argumenti. Argumentet që ta shëmbanë në helaq. Pse? Sepse në dunjoj pa të kuptu argumentet, nuk ju kanë kemi zbatu. Nuk ju kanë kemi mi praktiku. Edhe ato argumentet që atër i kuptova, i mora vesh, mi sqarun, nuk do shta mi fut në praktik. Shtash ata më bonë mu helaq, më shkatrun. Haki është me rëndësi që të thuhet, pa marë parasysh se a pranohet apo nuk pranohet. Me rëndësi është se ti ke kry obligimin ndaj personit, e në ditën e gjykimit, a i nuk do të ketë arsye para Allahu që të arsyetohet. Nuk do të mund të thotë o Zot se kam ditë, s'ka pas kush me ma kallëzu, me ma sqaru dhe kështu më radhë. Për këtë shak njëra prej komenteve është hele ke anni sultanie, mboni helaq, a i sqarimi që ma sqarun në dunjo me selin e caktume, apo veprat e caktume. E unë e s'dashta me praktiku ata. Apo komente që shumica e dietarëve anojnë ka ky, si që është edhe vetë Ibn Kathiri thot, hele ke anni sultanie, thot mboni helaq. Qka? Pushteti jem që e pata. Mbret, ko mu anku nga mbretnia e vetë. Minister, do të ankohet nga ministria e vetë, sikur të mos kisha konë minister. Të sikur të mos kisha qenë mbret, alo ma shumë janë ngarkova vetës. Kam mujtë me një goj buk me kalu ditën, e me jetu si që të gjithë të tjerit. Por unë e qka? Shkova, mledha pasuri që me pas edhe nipat e nipave me. E shtash për gjitha ato të me dhonë logari, gajën bi gajnë. Gjedhin bi kokë, ajrin dhe jep logari për miljardat e milionat që i ka. Edhe unë e thot mujta me jetu me një dhomë, me një shpi modeste të thjesht, por shkova ndërtova palate të mdhaja, po së mjaftova me kaqë. Shkova dhe ndërtova palate të tjera në vende ku shkoj përkosisht, që ta kem temën. Edhe unë e mujta me jetu si gjithë tjerit, me një shtëpi të vogël modeste, për shkova e ngarkova vetës, që ta shhajt dhe jep logari për çdo pllom të çdo pallatit. Gajle mbi gajle, dert mbi dert, hele ke anni sultanie, mboni helaq pasuria pushteti jem. Pasuria së mboni fajde, së mboni dobi. Bine ma ngarkoj ma tepër se du të me dhonë për çdo dinar veç a veç logari. Thot pejgamberi sallam, la tazula qadama abdin yawm al-qiyama hatta yus'ala an sitt, an malihi, min ayna iktasabahu wa ayna anfaqahu, apo wa kayfa anfaqahu. Dy rivajte. Thot pejgamberi sallam, ditën e kiametit
Askush nuk do të ketë mundësi që ta bën asnjë hap të lëviz, nuk ka mundësi me bë asnjë hap, asnjë lëvizje, derisa të pyetet për 6 gjëra. Thotë njëra prej tyre është për mallin e vet. Si e ka fitu, e ku e ka harxhu dhe si e ka harxhu. Malli jem, po, rëzki Allahut, si e fitove. Ku e harxhove? Hele ke anni sultanje, mboni helaq, edhe pushteti, edhe nami, pesha, udhësin që e pata, gajle dhe dërgjët, me dhonë logari dhe gjevap të Allah, se pata mundësi, me fol të drejten dhe me nda drejtësi, nuk e bërën një gjotë tjilë. Sultan është edhe baba në shpinë, domaqini në shpinë e vetë, edhe ajo është sultan në shpinë e vetë. Edhe ajo jep llogari për shpinë e vet. Jep llogari për ata të cilët i kanë nën mbikëqyrjen e vet, edhe ata kanë me të bëjë ilaç. Se si ke eduku, si ke udhëzu, tu ka dhim të mi qun sabah me fal sabajnë e vladi. Lënë se të vogël janë. Lënë se kanë ravon, hele ke anni sultanie, kanë me të bëjë ilaç, kanë me thonë o Zot, kisna mëse namazin. E vladi atë, po e vladi atë, ka me të nxit për fiti. Ka mu distancu prej teje. Magna anni mania, malli të sëmboni dobi, ka me hik prej teje. Ka me trastu malli atë, si shtot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam njeriu, deri tek varrezat e përcjellin 3 gjëra. Do të përcjell pasuria e tij, e përcjell familja e tij, e përcjellin veprat e tija. Thot dyjat, të parat, e trastojnë. Pasuria kthehet prap. Të kanë qume Mercedesin tënd, ama Mercedesin sin var me ty. S'ka vend për Mercedesin var. Ama e kumble 1 milion, s'ka vend për atë vetë ki me hi. Vetëm qefinin mundesh me marë, që kushton 200-300 dinar. Ma shumë s'mundet. A mune shumë malë, shumë e vlad, shumë familje madhe, poste kam pas, kam qenë ministër, kam qenë mbret, kryetar shteti, kryetar komune, jo vallaj, këtë këthejnë prap. As kush vjen me ti me him var? Kush vjen me ti? E mira apo e keqa? Ke bo mirë, e mira hin me ti në var. Dhe të gjanon vorin, të ban bafqen nga bafqet e gjennetit. Ke bo keq, e keqe dhe të vjen me ty në var, ta erëson vorin, e ta ngushton dhe ta ban grop nga gropat e gjennemit. Allahu na ruaj nga kjo. Hele ke anni sultania, hela së të mboni pushteti jem, nomi jem që e pata, o Zot na ruaj nga kjo. Çdo kush le ta dinë se është përgjegjës në vendin ku gjindet, edhe do të jep llogari për ata mbi të cilët ka përgjegjësi. Khudhuhu faghullu. Thot Allahu Azza wa Jalla urdhnon me laçet. Thot merreni këtë. Merreni këtë, kapeni, faghullu dhe prangoseni. Dhe prangoseni, lidheni. Dhe lidheni me lidhje të xhehenemit, me pranga të xhehenemit, kapeni. Urdhnon Allah me laçet që Allahu të zdin me akthi fjalën prap. Kapeni. Faghullu dhe lidheni. S'ka ku hik, s'ka ku shkon, s'ka ku fshihet. Ama Allahu Azza wa Jall për të qenë në çmimi më i madh dhe dënimi më i ashpër, thot lidheni, kapeni dhe lidheni. A dini sa të mëdha këto me laçet? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në disa hadithe, thot 70.000 vite ustim ka prej veshit të melaçës deri te supa e tij. A i sa në të mëdha këto melaçet? Allah i urdhnon gjitha këto melaçet të mëdha e gjigante, ta kapin një gjunahçar, një obesimtar, një të ligët të keq, një xhenem li, dhe i thot faghullu dhe lidheni. S'ka ku hik, ama thot lidheni. Në çmimi të jetë më i madh, poshtërimi të jetë më i rëndë, dënimi të jetë më i vrasht, lidheni. Thumma al-jahima sallu. Thot e pastaj në xhehenem sallu. Thot digjeni
Salla sheju salli, apo taslije, është me kap edhe qka, me djej ka këtë amt. Njëra nga format kur pjekët qka Kingji ka përmend disa komentatorë. Thonë kur pjekët Kingji, vihet mbi zjarme dhe rotullohet që ka këtë amt të arok zjarme. Thotë Allahu Azza Jall me laqeve kapeni, lidheni, mos ketë ka të lëviz, dënimi ta ketë matront, thumë el gjahime sallu e në gjahenem, qka sidheni që digjet nga këtë amt. Do kanë thonë, sallu është për qëllim, futeni thellë në gjahenem, që të mos ndodhe një pjesë e trupit të hi në gjahenem me pjesë tjetër që ndronë në bite, përshësinin i krejt në gjahenem. Të digjet prej majës së kamës deri te maja e kimës. S'ka asgjë të mos mbetet nga ai pa u djeg. Ka dulsile është për qëllim djegja nga gjitha anët. Që të mos i shpëton asnjë pjesë, asnjë gjymtyrë e trupit pa u bë azab, pa u dënu. Thumme fi silsiletin dher'uha 70 dhira'an fasluku. Thotë Allahu subhanahu wa taala, e pastaj thot, lidheni thot me pranga, me zinxhira. Me pranga, me zinxhira. Dher'uha 70 dhira'an, që një hallkë atyve prangave është 70 kute. 70 kute. Dhira i thënë prej këtu i deri këtu, kute thënë kësaj. Thot një prang, një halk e prangave. Thot me 70 halka, kurse një halk është 70 kute. Lidheni thot me kësi. Njeriu e thjesht, njeriu që e njohim njeri pa, që digjet më shumë, dënohet më shumë. Alo pa hinë gjehenem, azab mbe azab. Kjo është alo para përgatitja. Henes bëhet gati lidhet për mu djek në gjehenem. La ilaha illallah. Allahu na ruaj nga gjehenemi. Allahu na ruaj nga ky zjarr i ashpër të i vrasht. Fasluku, që kanë përmend disa komentatorë të Kuranit kanë thonë fasluku seleke shay'e yaslukuhu. Thot është për qëllim. Thot mi marë këto pranga të mdhaja me këtë madhësi gjigante që shka thot në këtë formë me lidh. Me ashti prangat prej prapanicës mi dalë ka goja edhe me lidh. Edhe me lidh fort. Në nënçmim mbi nënçmim, azab mbi azab, ngarkesë mbi ngarkesë. Pse s'kan besu në Allahun Azza wa Jall? Pse s'kan ditë mi bo sejdë Allahun subhanahu wa taala? Pse s'kan ditë t'i përgjigjen kërkesave dhe ftesave të Allahut subhanahu wa taala? Pse s'kan ditë me frenu veten nga të ndalumet? Pse s'kan ditë me urdhnu veten ka e mira e me ndalu nga e keqja? Pse s'kan ditë me kontrollu epshin e vet? E shtash, këto pranga janë pranga nënçmuese, dënuese, poshtruese për këta njerëz të cilët shumë let dhe shumë kollaj e patën me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit. Innehu kana la yu'minu billahi al-azim. Thot Allahu Azza wa Jall, ata me të vërtet nuk besonin në Allahun Azza wa Jall el-azim, në të madhin Zot. Këta nuk besonin në të madhin Zot. Pse përmendet të fjala azim, thot Ibn Kathiri, përmendet azim sepse ata e shohin madhështinë e Allahut. U bindën në fuqinë absolute të Allahut subhanahu wa taala, megjithatë inati i shtini që mos më besu. Jo se kuptun këtë realitet, jo se nuk u vetë disun për një gjotë tillë, por se me ndjemadhësia, inati, kibri, qallëmi, i shtiri që me e azgjësu këtë madhështi gjigante të Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahu azza wa jalla, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Thotë ta njerëz nuk ja jepshin hakin fukaras.
përmendet ta'amil miskin, përmendet këtu miskini, se këta njerëz nuk din nderë ndaj fukaras, nuk kanë rahmet ndaj njerëzimit. Këta njerëz janë njerëz pa shpirt, edhe pse kanë pas pasuri, edhe pse kanë pas pushtet, këta kur s'kanë ditë me azgat dorën një fukaras, një nevojtaret, një të lashe gjithë që ka të lashe, s'kanë ditë këta. Për qatë kanë mua anku edhe nga pasuria edhe nga pushteti, sepse ato kanë më bo argument kundra atimve që kanë pas në dunjë e s'kanë ditë me shfrizu për të mirat që Allahu Azza wa Jalla ka mësuar gjithë njerëzimit. E Allahu Azza wa Jalla i ka dhënë dy arsye të mëdha që tregojnë karakterin e ligë të njerëzit, që gabimi i parë, defekti i parë ka të bëjë në raport me Allahun Azza wa Jalla, që është mos besimi në Zot. E dyta është zemërngurtësia dhe mos mëshira ndaj nevojtarëve dhe fukarave. Dijeni fort mirë vëllezër, se çdo herë kur e urrejnë një fukara, dije se të çdo psu imani. Çdo herë kur e kthen me të kesh një fukara, dije se ke bën ndonjë gjëna. Wallahi test i joni shpeshher është fukaraja nevojtare. Test i joni. Na me këtë dhe me këta njerëz e testojmë veten. Këta njerëz janë postjerët e tonë që të mirat e tona na i çojnë hazër për në xhenet. Kur jep një fukaras, i ke dhon vetes, i ke dhon atij. Sepse çat pare ki me gjën ditën e gjykimit për vete, jo për atë. Ai nuk ja sheh hajrin në dunjë. Ja sheh te hajrin në dunjë. Ai ja sheh parës tonë hajrin në këtë dunjë. Dhe hajri atij zakonisht të shumica e rasteve, përpas se dikan që Allah e ka mëshiru, hajri i dinarit tonë tek ai person baron këto. Ama për ty, ja a vazhdon. E gjon ditën e gjykimit. Shumë herë kemi përmend kuptimin e sadakas që ka pas Aisha radhiyallahu anha. Që ka pas zanat që kur t'jep sadaka, kur ka ardhur lypsi me lip të dera e saj, çka ka bën? Ka shui ka lip parat me parfum. Edhe ja ka dhënë. Ka dhënë kam qef që këtë pare kur dal para Zotit ditën e gjykimit, ta gjoj me aromë të mirë. Për çat Abdullah ibn Mubareki, kur ka pa fukara, ka thonë, ehlen, mirë se erdhe, o posteri mirësis, na i bartë, mallin tonë, pin këtë dunjo në dunjoj, ka thonë. Hajtë që e parën tonë dhe në dunjo, a mundet dikush pineve, të shtash, të ishtim banka, jo, Allah në bankë veç ka matën, jashta, kur gjojt, nuk jash e hajre. Të ishtim bankë i merë në dunjo, jo, vallaj, hiq kur gjojt. Bje valuta, hip valuta, kur ta shofsh ki hup. A me ja ka dhonë një fukarasi nevojtarit, ke boj një të mirë në xhami në shtëpitë Zotit, rete se e kishti, e ki deponu në bankën ma të sigurt, që kur s'ka shansa me hup. Dhe ka me të gjinë momentit dhe qasti kur kime qenë të më i falimentumi. Më së nëzorë kime qenë, atër ka marrë dhe dinar, ka me krypun, ka me të ndimu. Kështat Allah zhelë përmend, dyqësit këqia të njerjot, mendje madhit, zullumqarit, e para se nuk beson në Allah, nuk i ka frikë Zotit, e dyta nuk ja e hakin fukaras. Nuk ja zgat dorën fukaras. Thot Allahu Azza wa Jall, "Falaysa lahu al-yawma ha huna hamim." Thot, në ditën e gjykimit, në këtë çast dhe këtë moment, për këtë kategorit njerëzve nuk ka më shok. Hamim, i thënë shokit, jaranit, dostit. Thonë që e ki shumë të afërt. Thonë ditën e kiametit, tyre personave që kanë mendu se kanë shumë dostlar, shoku se dostlëke shpesher vjen edhe për interes, që kanë pas pare, kanë pas shumë pasuri, kanë pas pushtet, dostlar, shok, plot këta. Edhe pse kanë pas shumë, i kanë pas për interesat dunjos, si kanë pas për hirë Zotit. Thënë ditën e kiametit, "Falaysa lahu al-yawma ha huna hamim." As njësë se ka. Pi krejt atimve që i ka pas në dunjo, ka njohë pushtetar, mbret me mbret njëhet, apo? Mbreti se një fukara. Minister me minister hanë pinjo me fukara. Të fort.
pushtet në veti, qeveri, vlast, ama asë një në të dënjë, del para Zotit kërkan se ka. I që asë një, për ilaqë se ka. Si ndemon, si krymë punë. Ketë kanë me thonë, nefsi, se dhe ato janë berbat si kur ke. Kam gajlën teme, kam sikletin teme, e lonë vetë, asë një se ka me veti. Wala ta'amun illa min ghislin. Thot edhe pse ki ka qenë shumë i pasër, ka pas pushtet shtash, thot ushqimi i këtij është ghislin. Çka është ghislin? Ghislin është jashqitja që del nga barku i xhenemlive, si pasojë që e hanë zekumin, shëgjeret të zekum. Kër e hanë shëgjeret të zekum, nga barku i timve del qelp, i përzim me gjak, e me vner, e me dvjelt. Thot ushqimi i këtimve xhenemlive është ghislini. Hanë ghislin, thot, kur gjo tjetër për pas ghislimit nuk kanë. Haje pije që atë ghislin e kanë. La ilaha illallah. Me gjitha këto të mira, me gjithë këtë pasuri e pushtet, me pru punën me hanë ghislin, Allah xhenemlia ha ghislin. Allah në arrujt nga ghislini. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Thot Allahu azza wa jall, këtë haje e hanë vetëm jo besimtarët. Këto është përmend khati'un, gabimtarët, por është për qëllim jo besimtarët. Këtë hanë ata të cilët kanë hinë xhehenem. Ata të cilët e kanë punu vetën që të hinë xhehenem si pasojë e veprave që i ka pas regjistrin e vetë, jo se Allahu subhanahu wa taala ju ka bo atinve ndonjë padrejtësi. Në kam bejt edhe pjesa e fundit e surës, sa banë koha? Gjisat. E vazhdim inshallah në dersin e ardhshëm. Lutë Allahun azza wa jall që të na ban nga ashabul yamin e jo nga ashabul shimal. Lutë Allahun subhanahu wa taala që të na ban nga ata që me kitabin e vet dalin ja hapin miq dhe njerëzve e jo që ja kthejnë shpinën librit vet dhe mërzitën dhe pikëllohen nga ai. Lutë Allahun subhanahu wa taala që të na ban nga banorët e xhennetit e të na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Lutë Allahun subhanahu wa taala që të na mundson që të ringjallemi në shoqëri me pejgamberët, me sinqertit, me shahidat e me besnikët, e sa shoqëri e mirë që është kjo. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.